Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku jep urdhër, persona që vuajnë nga artriti urgjent duhet të hanë këto ushqime. Nga më shumë se 200 format e artritit osteoartriti, është më i përhapuri ku prek më shumë se 20% të popullsisë. Fatkeqësisht, aktualisht nuk ka trajtime efikase ose ilaçe të aprovuara nga mjekësia që mund të kurojnë këtë gjendje, e cila njëkohësisht shkakton dhimbje dhe ngurtësim të artikulacioneve. Studimet e fundit kanë treguar se ushqyerja me ushqimet e duhura munden që të jenë të kombinuara me ushtrime të moderuara dhe kështu të ndihmojnë njerëzit të cilët të vuajnë nga osteoartriti. Së pari, rënja në peshë dhe aktiviteti fizik janë ndër më të rëndësishmit që pacientët me osteoartrit duhet të bëjnë për të lehtësuar simptomat. Rënja në peshë lehtëson ngarkesën e artikulacione dhe ul nivelin e inflamacionit në trup duke lehtësuar kështu dhimbjet nga artriti. Aktiviteti fizik nga ana tjetër ndihmon në rënien në peshë dhe gjithashtu forcon muskujt duke mbrojtur kështu artikulacionet dhe lehtësuar lëvizjet. Prandaj njerëzit të cilët janë mbi peshë ose obez me osteoartrit duhet që të gjejnë një mënyrë të duhur për të rënë në peshë dhe për të forcuar muskujt e tyre. Konsumimi i ushqimeve të caktuara gjithashtu do të ndihmojë pacientët të cilët të vuajnë nga osteoartriti të lehtësojnë simptomat dhe njëkohësisht dhimbjet. Të dhënat gjithashtu tregojnë se konsumimi i peshkut si salmoni, sardele dhe skumbri mund të ndihmojnë në lehtësimin e këtyre dhimbjeve nga artriti. Përmbajtja e lartë në acide yndyrore omega 3 e ndihmon gjithashtu trupin tuaj për të ulur nivelet e substancave inflamatore që prodhon trupi. Suplementet e peshkut të yndyrshëm me 1.5 gram në ditë mund të ndihmojnë gjithashtu në lehtësimin e dhimbjeve. Ngrënia e peshkut të yndyrshëm nuk mjafton, është gjithashtu e rëndësishme që të kufizohet mishi i kuq dhe të zëvendësohen yndyrnat shtazore me ato bimore si vaji i ullirit. Pacientët me osteoartrit kanë në përgjithësi nivele të larta të kolesterolit në gjak, prandaj ushqyerja në një mënyrë ul këto nivele të kolesterolit mund të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjeve të artritit si edhe në uljen e rrezikut për zhvillimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Kufizimi i yndyrave të ngopura dhe gjithashtu konsumimi më tepër i ushqimeve të pasura në fibra mund të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit. Mënyra të tjera për të ulur kolesterolin është konsumimi i 30 gram fruta të thata në ditë, 20 gram proteina, soja dhe produktet e sojës dhe 2 gram në ditë nga substancat e quajtura stanole dhe sterole. Vitamina A, C dhe E janë antioksidues të fuqishëm të cilët duhet të siguroheni t'i merrni në dozat e duhura për të mbrojtur indet lidhëse në trup. Vitamina A gjendet më së shumti tek karrota, kale dhe patatet e ëmbla. Frutat e freskëta dhe gjithashtu perimet jeshile janë të pasura me vitaminën E dhe C, sidomos agrumet si speci i kuq dhe jeshil dhe frutat e pyllit. Frutat e thata dhe gjithashtu farat janë një burim tërësisht i rekomanduar dhe i mirë për sa i përket të lehtësimit të inflamacionit. Ato përmbajnë vitaminë E dhe të dhënat tregojnë se pacientët me osteoartrit mund të kenë lehtësim të simptomave nëse konsumojnë gjithashtu më shumë ushqime të pasura me vitaminën K, si kale, spinaqi, brokoli dhe lakrat. Dim gjithashtu se vitamina D, e cila merret më së shumti nga ekspozimi në diell,
është gjithashtu e rëndësishme për shëndetin e kockave. Artriti, siç mund ta dini, është një gjendje inflamatore që shkakton në dhimbje dhe ngurtësim të nyjeve. Përveç trajtimeve mjekësore, shumë njerëz përdorin receta natyrale dhe ndryshime në dietë për të menaxhuar simptomat. Këto janë disa nga recetat natyrale më të rekomanduara. Çaji xhenxhefili. Xhenxhefili ka veti anti-inflamatore. Zieni 2 cm xhenxhefil të prerë në feta në një gotë ujë dhe pini të paktën 1 filxhan në ditë. Mund të shtohet limoni dhe mentja. Përzierja e uthullës së mollës. Përzieni 1 deri në 3 lugë uthull molle me 8 gota ujë ose lëng qershie. Konsumojeni këtë përzierje para vakteve për të qetësuar dhimbjet. Vaj i barit të bletës. Në terapinë e mjekësisë alternative, ky vaj përdoret gjithashtu për të lehtësuar dhimbjet e nyjeve duke ndihmuar në nxjerrjen e lëngjeve të tepërta nga indet. Konsumoni sallata si për shembull lakër të kuqe apo të bardhë me karrota, vaj ulliri dhe limon. Konsumoni omlet me spinaq, që do të thotë vezë të pjekura me spinaq të freskët dhe gjizë, duke përdorur vaj ulliri. Supë me thjerrza, e cila po ashtu është një vakt i shëndetshëm me thjerrza, qep, spinaq, karrotë dhe hudhër, gatuar po ashtu me vaj ulliri. Ndërkohë, ekziston edhe një bimë fantastike e cila do t'ju vijë juve në ndihmë për të lehtësuar të gjitha problemet me kyçet tuaja. Dhimbjet e kyçeve vijnë për shkak të sëmundjeve dhe problemeve të ndryshme shëndetësore, duke i lënë pacientët në agoni dhe në vuajtje. Këto dhimbje trajtohen me disa kura mjekësore dhe një prej më të mirave është pikërisht ajo e hithrës. Kjo bimë është shumë efikase sidomos në zbutjen e dhimbjeve. Ajo lufton inflamacionin në organizëm, pakson ëndjen dhe gjithashtu largon në dhimbjen. Një nga mënyrat më të mira për të përfituar pikërisht nga këto vlera është çaji i hithrës të freskët ose të thatë. Lëngu i hithrës përmban gjithashtu shumë minerale të shëndetshme përfshirë kalciumin, magnezin dhe njëkohësisht hekurin. Kjo e bën këtë lëng të jashtëzakonshëm sidomos për njerëzit të cilët vuajnë nga anemia, por edhe për parandalimin e sëmundjes e cila gërryen kockat me kalimin e moshës. Lëngu i hithrës së freskët. Për këtë lëng, juve ju nevojitet 1 filxhan çaj me hithra të freskëta dhe 2 filxhan lëngu me ujë. Mbani doreza gjatë pastrimit të hithrave dhe lajini ato më pas me ujë të bollshëm. Më pas hidheni në tenxhere dhe lëreni të marrin një val. Uleni zjarrin dhe lëreni të ziejnë për pak kohë. Menjëherë më pas kullojeni lëngun dhe pijeni. Shtoni mjalt nëse dëshironi. Lëngu me gjethe të thata hithre. Merrni një lugë çaj me gjethe të thata dhe hidheni në një çajnik me rreth 2 gota ujë. Ziejeni për rreth 10 minuta. Pasi ta kulloni lëngun, shtoni mjalt për ta ëmbëlsuar dhe pak kanellë, e cila ndihmon kundër inflamacionit. Lëngu duhet pirë i ngrohtë. Mund të pini 1 ose 2 gota në ditë për sa kohë ta ndjeni veten më mirë. Lëngu i hithrës është i fortë dhe ka një efekt të menjëhershëm në organizëm për shkak të flavonoideve, karotenoideve, vitaminave dhe mineraleve. Hithra është veçanërisht e pasur me kalcium dhe magnez, madje më shumë se barishtet dhe zarzavatet e tjera. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.